disa pitet të thjeshta, që po ta lë ty me shijen, unë po bëj pitet, të të çfarë shijesh do. Atëherë për brumin që me ato salcën mbushje të guljo. Qa të duash ti? Jam i trego pak regjia kavanozët që kemi nga Teuta. Ti shojmë pak së bashku se çfarë shije mund na shkonte. Okej. Jo shumë shpejt. Kemi me pesto, kemi me ricota tartuf, karqof, radicchio dhe spek. I shije shumë interesante. Tartuf ricota po ashtu. Speca me ricota pesto, të qëndrojmë të kjo tradicionale që e njohin të gjithë. Po. Dhe hapa sapi, përsëri edhe ricota me pistakjo shumë e këndshme si shije. Megjithatë ja po marrim, provojmë më baziken, që e përdorim edhe për pastat, salca të cilat Tigullio mundohet që të kënaq shijet e gjithkujt, po ashtu dhe përmes Teutës, kompanisë me një eksperiencë mbi 30 vjeçare në tregun tonë për importin, ambalazhimin edhe shpërndarjen e produkteve të shportës, tek e cila janë mbi 1000 produkte, ndaj i besojmë më të mirëve për të na ofruar në tryezën tonë, shijen, për të mbushur tryezat familjare dhe për të na organizuar, le të themi, ato menun ton javore, çfarë do gatuajmë sot, çfarë do gatuajmë nesër, duke u bazuar edhe tek lista e produkteve që këtu në stendën ton kemi. Është një pastë shumë natyrale që përgatitet shumë shpejt me borzilok të freskët, me stika pishe, vaj ulliri edhe djath. Aq që mirë është, e përdorim me kollaj fare edhe ta përgatisni. Kur nuk i kemi të gjitha produktet, freskia është në një kavanoz të tillë. Tani, Albana, si do na e sjellësh? Do ta pjekim fillimisht, do ta pjekim dhe do ta lyejm. Do ta pjekim dhe do ta lyejm. Tani, kur ky kavanoz i hapet, ti e ndjen këtë shijen e të borzilokut. Shumë aromë mirë. Pra, brenda ka edhe një herë borzilok të freskët, vaj ulliri, ekstra virgjë. Mund ta bësh me speck, mund ta bësh, është bologneza, do ka nga më të ndryshmet. Kjo është si më bazika, më e kërkuara kam përshtypjen edhe nga familja, nga fëmijët. Megjithatë, ne do të mundohemi që të them se ishin disa shije shumë interesante në fakt, disa kombinime shumë të këndshme. Për shembull, ajo radicchio me spek, tartufi me ricota. Tartufi me ricota shije për tu eksperimentuar. Është super shije. Po. Pra, mund t'i përdorim të kavanozat të Tigullios me, jo vetëm në për pasta, pra janë më bazika, më e thjeshta dhe më e shpejta, por edhe në për panine të ndryshme, në për pite, duke sjell një mëngjes të shpejt, një ushqim tak-tak për pak minuta. Po të duash, më merr edhe një vezë, sepse do bëj një mënyrë tjetër dhe shumë të duhur. Vezë? Po. Të t'i lyesh sipër apo? Marim tek paketimet tona të vogla. Për ti vazhduar më pas. Ti pjekim njerë dhe të shkëputemi për publicitet. Pa tjetër. Sa të piqen pitet, ne shfrytëzojmë momentin për të shfrytëzuar jo vetëm momentin, por edhe këshilla që na japin bizneset e ndryshme, sponsorët tanë, pa cilën ne nuk mund të realizojmë dot emisionin dhe rikthehemi shumë shpejt për pak minuta. Dhe ndryshuam dhe mendje faktikisht se me kërkesë të shefes ton, këto pitet do t'i mbushim jo vetëm me peston nga Tigullio, por e donte edhe të kuqen. Salcën e bën shumë të mirë edhe ajo. Salca e kuqe. Pra, brumin që përgatitëm, brum të ardhur që përgatitëm për byrekun që po piqet me qep dhe domate, një pjesë të tij e mbajtëm më njanë për të përgatitur këto pite të shpejta. Super, i skuqim dhe tani vazhdojmë me mbushjen se nuk e di ç'po heqim derisa ti mbushësh me shijen. Po ajo është, më jepni çik ato të kuqet, ja, por na sjellin edhe tek raftet tona dy lloje të tjera.
këtë që nuk e kishim tek raftet tona, këtë doje, me pomodori dhe me pistakjo. Pra kjo është Androniki që duam. Pesto me domate të thata dhe fistik. Po. Një nga të preferuarit e Albanës dhe tjetra, po e sjell këtu, është me speca dhe arra. Me argjinar ka brenda gjithashtu dhe arra. Speca, argjinar dhe arra. Ti mbushim pitet tona me 3 lloje. Meqense bëre disa pite, po provojmë të gjitha shijet që kemi në dispozicion. Shif, i shtoj të verdhveze. Ja, për një mëngjes, për një vakt tjetër është një ide shumë e mirë. Direkt. Pra, si që është me vezën, në? Një për këtu në janë një pjatancë nështë më e madë. Qa të duash ti? Unë t'ja shien ti su pjatën. Gojen e kam vetë. Gojen e kam vetë, Niki, mësë shqetson atë pikë. Një më të madhe se gjithë të variante. Tu mund të shtoni djatë kaçkavall, mund të shtoni dhe susam. Po. Ndoshta susami se djatin kaçkavall e ka dhe brënda. Ka dhe po them që i pjekim dhe ato të tjera dhe kalojmë direkt tek receta. Po. Kemi me quinoa. Tani këtu aromat janë të forta, ndërthurur me shijen e secilës. Ja, shiko. Aroma e borzilokut. Një e tillë. Tomateve të thata. Një e tillë këtu, ja. Mi e pak të, një luk të vogël. Të marrim një luk tjetër, me të salcës. Një luk të vogël, kjo është e gjitha dashuri. Kjo është e gjitha dashuri, si thua ti, Ledia. Ledi është gati ta marri një tani. Guzon. Shiko. Këtë tjetër në lëmë për në fund. Po, është e pa rezistueshme kjo gjendje. Pastaj thonë Albana ka neps. Po çfarë? Ja. Nuk jo për punën time. Dhe të fundit me speca dhe ara, dhe kjo duhet jetë shumë e shishme. Pra një produkt i mirë, flet vetë. Këto do t'i bëj pa? Super. Tani, nuk kemi recetë të shkruar, sepse kjo ishte derivat i brumit të ardhur të byrekut, ja ta provoj Albana e para, që kishte miell, qumësht, pak ujë të ngrohtë edhe maja. Mirë? Duket nga reagimi. Man. Është shumë të mira. Këtu duhet plotësoj gatimit të Najoshi, edhe të na ofroj këtë kënaqësinë e shijes teksa i shijojmë recetat, se siç e tham, kështu funksionojnë. Shija, shisat, aromat, Mero me gatimin tjetër vetë. Ta mbaroj tjetër, çfarë do gatuash të tjetra? Cila na mbeti ne? Na mbeti kjo për tu lyer. Kjo ka brenda edhe një herë, siç e thash, speca dhe arra. Këto salcat varet nga produktet që kanë brenda, po edhe mund të kombinohen me njëra tjetrën. Patjetër që po. Unë shtoj masën e kripës, dhe një pastrim, se sikurse. Kënë këshu mund të palosen me njëra tjetrën, si të dëshironi ju.